Të nderuar zonja e zotrinj, qytetarë të këtij vendi që po na ndiqni, se çfarë buxheti po miratoni sot nuk kishit nevojë të shihni deri në fund, mjafton që dëgjuat prallat që kryeministri tha për 10 minuta dhe e kuptoni që ky është një buxhet i një cinizmi total. Por projekt buxheti dhe paketa fiskale, pra në realitet nuk janë asgjë tjetër, vetëm janë akte të rënda ekonomike në kurrizë të qytetarit shqiptar. Janë akte të rënda të padrejtisë sociale. Janë akte të rrezikshme sociale të kamufluara. Ky buxhet, të dashur qytetar, nuk është vetëm për ju ky buxhet. Ky buxhet nuk prodhon mirëqenie. Ky buxhet dhe këto akte të prezantuara me nxitim nga Narkosi dhe antarët e Narkosit janë thjesht një plan financiar që ushqen pushtetin e tyre të korruptuar dhe të inkriminuar. Janë akte që shërbejnë për të përdorur shtetin si kasafor të tyre dhe taksat e shqiptarëve si pronë e tyre. Sot ne, të dashur qytetar, nuk kemi përballë një qeveri që mendon për ekonominë, për shqiptarët, për trinjt, për pensionistët, për bujqësinë apo industrinë, apo turizmin. Jo, ne sot kemi përballë një grusht pushtetarësh që mendojnë vetëm për një gjë, se si të mbajnë tepsinë të mbushur plot me parat e djersën e shqiptarëve të ndeshëm, si të zgjerojnë llokmat për mit dhe obortarët e kopshtit të Edenit dhe si të blejnë me çdo çmim dhe me çdo kosto heshtjen dhe nështrimin tuaj. Paketa fiskale që sot u paraqit është fytyra e padrejtisë 13 vjeçare të Narkosit në pushtet. Është fytyra e korrupsionit dhe abuzimit me qytetarët dhe me sipërmarrësin e ndeshëm. Projekt buxheti që sot po ju paraqitet është buxheti vjedhjes, është buxheti i drogës, i mashtrimit, i klientelizmit dhe i llokmave të babëzisë qeveritare. Le ta flasim pak çështjen e amnistisë. Qeveria e Narkos deri diku përpiqet ja shes shqiptarëve si historike, por në fakt amnistohet në mënyrë të turpshme dhe kriminale ai biznes që ka abuzuar, është shmangur mbase me bekimin e qeverisë apo të ushtarëve të saj dhe ka mbushur indirekt xhepat e tyre. Ata sot që kanë qenë evazorët e mëdhenj të vendit në 13 vite kanë mbrojtjen e Narkosit, prandaj janë kështu sot. Sot kjo mazhorancë tu po fal të gjithë ata që mashtruan me tatimin e vlerësuar. Po fal pra klientët e qeverisë. Sot po falen të gjithë ata që manipuluan ndër vite bilancet dhe vran konkurrencën e lirë dhe të ndeshme. Po për biznesin e ndeshëm, të dashur qytetar, a duhet mendonte një qeveri normale, ai që vuajti 13 vjet thundrën dhe goditjen e këtyre, ai që vuajti pandeshmërinë dhe korrupsionin e këtyre? Jo, për ato ka zero vëmendje. Sipërmarrësi i ndeshëm në këtë buxhet merr nocrrokun, shpërblimin e merr sipërmarrësi i pushtetit. Asnjë lehtësi sipërmarrë i ndeshëm, asnjë ulje barri, asnjë ulje taksash, përveç se këtë mesazh. Në narkoshtet shpërblehet hajduti, drogmeni dhe ndërshkohet i ndeshmi. Kjo është pra pasqyra e narkobuxhetit. Një pyetje kam unë për këta përfaqësuesit e Narkosit tu mrapa. Po listën e debitorëve që do të bëni amnisti, pse nuk e publikoni? Jo, them unë pse nuk e publikojnë. Janë 2 miliard euro afërsisht që ju falen atyre që kanë sponsorizuar për të mbajtur në pushtet këta, atyre që kanë vjedhur bashkë me këta dhe
po dalin emrat, pa diskutim, që opinioni pastaj do të gjykojnë edhe me rënd, ndaj e fshehin edhe listën e atyre që do të amnistojnë. Por çfarë është paqja fiskale? Paqja fiskale është gjysmë në amnistie dhe gjysmë shantazh. Pra, kjo është paqja fiskale që do t'i ofrojnë biznesit në vitin tjetër. Hiq një dorë, ju thot Narkosi, nga ankimimet për administratën në gjyq, por unë pastaj do të vlerësoj ju. Kaq është, hajde firmosni këtë marrëveshje me mua. Të nderuar qytetar, buxheti viditarshëm është narko buxhet. Bujqësia e rënuar nuk sjell të ardhurar për buxhetin. Eksportet të rënuara nuk sjellin të ardhurar për buxhetin. Importet po ashtu, po rënohen. Turizmi u pa botërisht që ishte në grop, nuk ka të ardhurar për buxhetin. Atëherë, si ka mundësi nga vijnë këto të ardhura? Po, këto të ardhura që këta krenohen se buxheti tyre ka shkuar 9 miliard, vinë nga narkosi. Narkosi pastrohen miliarda euro dhe të gjitha hidhen në ndërtim, në kulla ndërtimi. Shqipëria shpopullohet, kullat ndërtohet se do pastroj narkosi parat. Ja, ky është buxheti i këtyre. E dëgjoni ju që tonë, publikisht tonë, leku letër këtu. Dëgjoni kryeministrin, dëgjoni ministrin e financave, leku letër. Në realitet është e gjitha mashtrim dhe mashtrim. Vazhdojnë vjedhin akoma në buxhet me rindërtimin, 50 milion euro. Vazhdojnë. Por t'ju kthehemi sektorëve social. Po shëndetësia që po rënohet prej vitesh është viktim e politikave të narkosit, e politikave korruptive koncesionare. Spitalet pa mjek, pa aparatura, pa ilaçe. Projekt buxheti ju tha që do ishte 5%, 2.9%. Po neta, po. Spitalet ashtu janë. Se a doni të dini cili është buxheti juaj për shëndetësinë? Shifni mjekët. Po ikin kanë marrë aratin. Shifni infermierët. Kanë marrë aratin. Italia, Gjermania, Europa është shtreh për ta. Po jo vendi ju, jo vendi ynë. Po, a doni të tregoni fytyrën e shëndetësisë të këtij narkosi? Po, shifni onkologjikun. Onkologjiku është shëmbëltyra e shëndetësisë së narkosit. Shifni arsimin. Flasin shifra, leku letër në gojën e këtyre. Por, Palestina dhe Ukraina, që janë në luftë, si pas sistemit PISA, janë përpara nesh. Jemi në vendet e fundit të botës. Shkollat po boshadisen. Patronazhist mësues, sepse profesionist nuk ka. Asgjë më shumë. Nuk i afrojnë asgjë këta arsimit. Të janë armiq të arsimit. Dhe kjo është e vërtetuar. Shikojeni, flasin për bujqësinë, për fermerin, për blektorin, po ku është? Ne jemi me 0 subvencionet, thuajse. Subvencionet më të ulta në rajon. Dhe nuk bëjnë transparencën për fondet e IPART-it, sepse me fondet e IPART-it do vinin në 130 milion euro të tjera në vit. Po jo, narkosi jo. Pa që nuk vjedh do të më ke ata, se vëmendja europianëve u shtua dhe vën vetëm me fondet që vjedhin vetë. Tani, pagat e administratës, thot i kemi rritur, mashtrim. Asnjë qëndark nuk planifikohet në buxhet përveç se indeksimit të inflacionit. Ju thanë që do të ketë rritje reale, pagash, por jo, në fushat e mbani mend si ju premtoi narkosi, ja u lyu kokën me akull shqiptarve, por tani me këtë projekt buxhet, po ju thot do të merrni nos rrokun, sepse ikën zgjedhjet, nuk i duhet kush më. Prandaj, ajo propagandë nuk vlen më. Po të kthehemi tek shtresa më marginalizuar e shoqërisë që është pensionistët. Flasin këta për pensionistët. Po me këtë buxhet vetëm tallen dhe i përçudnojnë. E vërteta të dashur pensionist është kjo. Maksimumi i indeksimit për ju do të jetë 600
700 lek në muaj. A i bonusi që ja u dha narkosi për fushat, ja u shpërndan në 12 muaj dhe kaq. Nuk ka rritje të pensioneve. Se këta flasin pralla. Nuk shkojnë fshat të shikojnë që ka pensionist me 80 euro, me 60 euro. Po, ky është realiteti. Dhe në buxhet këtu, zero vëmendje për ta. Nuk po hyjmë të shtesa tjera pastaj. Për të përndjekurit që ju thonë edhe 20 vite, kur të vdes edhe brezi dyti juaj, ne do t'ja kthim. Do t'ja japim shpërblimin. Asnjë rritje dhe ndihmë ekonomike për paaftësinë e kufizuar. Ata janë njerëz që se ekzistojnë për qeverinë e narkosit. Asnjë mas për uljen e varfërisë. Jo, narkosi është në luks, nuk janë ndjen fare. Pra, çfarë është? I kanë braktisur të tërë. Përfundoni fjalinë. Pra, të tërë i kanë braktisur, të smurët, të varfrit, nxënësit, studentët, por jo hobortarët me të cilët ndajnë parat jo. I gjithë buxheti aty do shkoj, sepse aty ndajnë llokmat këta së bashku. Kartelet e krimin organizuar nuk e kanë braktisur. Koncesionet, ato famshmet PPP, jo, aty nuk e kanë harruar, si kanë braktisur. Aty do shkojnë parat, 125 milion euro për ato. Pra, ky është buxheti të dashur qytetar i thellimit të krizës, i korrupsionit, është buxheti i mashtrimit. Asnjë sipërmarrës, asnjë qytetar nuk e ndjen veten te ky buxhet dhe nuk do ta gjej veten te ky buxhet. Shqipëria sigurisht meriton më shumë, qytetarët meritojnë më shumë dhe ne si opozitë jemi këtu të luftojmë për ju, të jemi në krahët tuaj kundër këtyre hajdutëve të babzitur. Faleminderit. Fjalën e ka zëvendës kryeministja zonja Belinda Balluku. Zonja Balluku.